Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime. Sot kam përgatitur një nga ëmbëlsirat tradicionale shqiptare, kabuni. Nuk e di a e keni provuar apo jo, qëndroni me mua ta përgatisim së bashku. Në një tigan do shtojmë 10 gram gjalp, ndërkohë që gjalpi shkrin do mbushim një gotë me oriz, e lajmë shumë mirë, e pastrojmë. Dhe pasi gjalpi ka shkrirë, do vendosim orizin dhe do ta skuqim për pak minuta derisa të marrë ngjyrë të artë. Pas skuqjes, do ta heqim dhe do ta lëmë me një anë. Ndërkohë, në një tjetër tigan do shtojmë përsëri 10 gram gjalp dhe do shtojmë një pjesë të masës së sheqerit. Në pjesën e parë do shtojmë 100 gram sheqer dhe do ta përziejmë në zjarr të ngadalt derisa të karamelizohet. Keni kujdes pa e djegur, thjesht derisa të marrë këtë ngjyrë që tregohet në video. Pasi ka marrë këtë ngjyrë, do shtojmë 3 gota ujë, pra ujë në bazë të masës së orizit. Në këtë moment masa do të mpikset si një karamele e fortë, por mos u shqetësoni, pasi në zjarr do të shkri dhe do bëhet një masë e një trajtshme. Dhe në momentin që ka filluar të vlojë, do shtojmë orizin që skuqëm dhe do ta vendosim të ziejë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pak minuta para se ta heqim përfundimisht, do shtojmë pjesën tjetër të sheqerit, pra 50 gram dhe 100 gram rrushë të thatë. Do vazhdojmë me një lugë çaji kanellë pluhur dhe një gjysmë lugë çaji me karafil pluhur. Nëse nuk e preferoni, mund edhe të mos e shtoni. Masën e përziejmë shumë mirë dhe do ta kthejmë përsëri në zjarr të ngadaltë për rreth 2 deri në 5 minuta. Do ta shihni me sy derisa të përthith këtë masën e lëngshme që shihni. Dhe pasi e kemi kthyer në zjarr, për pak minuta e keni gati. Siç e shihni, është e mirë, ka një ngjyrë fantastike dhe ka një shije të veçantë. Ju sugjeroj ta provoni, nëse nuk e keni provuar asnjëherë, dhe nëse e gatuani, kam kënaqësinë të mësoj se si e gatuani ju në zonën tuaj. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të bëni like. Faleminderit që më ndiqni.